një nxënës 15 vjeçar në Kosovë është pothuajse 4.5 vite mësim mbrapa. Rënja e numrit të nxënësve në arsimin fillor dhe të mesëm të ulët ka vazhduar edhe në vitin 2025, edhe pse kishte pasur një rritje të lehtë në regjistrimet për nivelin parashkollor. Kjo është një nga gjetjet e raportit të progresit që mes tjerash nxjerr të dhënat se 48.4% e të gjithë nxënësve përbëhet nga vajzat. Për fëmijët me aftësi të kufizuara, raporti i BE-s ka vërejtur disa përparime në forcimin e arsimit dhe promovimin e gjithëpërfshirjes, por këta fëmijë thotë se vazhdojnë të mos kenë mbështetje të mjaftueshme. Raporti i progresit vënë pas se vetëm 31% është pjesëmarrja fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e mesëm të lartë. Sa i përket nxënësve që vijojnë mësimin dual, kombinimi i praktikës me teori, raporti i progresit thekson se në komunat më të vogla, mungesa kompanive të afta për të angazhuar këta nxënës rrezikon të përjashtojë një pjesë të konsiderueshme të të rinjve. Njëjtë si vitin e kaluar, në raport përmenden përsëri rezultatet e Kosovës në testin PISA të vitit 2022. Sipas rezultateve në këtë test, një nxënës 15 vjeçar në Kosovë është pothuajse 4.5 vite mësim mbrapa krahasuar me bashkëmoshtarët në Bashkimin Evropian. Për mësimdhënësit, raporti i BE-s ka përmendur lancimin e provimit për licencë të avancuar, për cilin Kallzo.com ka raportuar se nga 22.000 mësimdhënës në vitin 2024, mbi 150 mësimdhënës ju nështruan këtij provimi dhe vetëm 7 prej tyre u pajisën me licencë. Në këtë rast, BE vlerëson se përparimi ka ngecur në integrimin e modelit të sigurimit të cilësisë në sistemin kombëtar. Raporti i progresit flet me gjuhë pozitive për antarësimin e Agjencisë së Akreditimit të Kosovës në Regjistrin Evropian për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë. Për digitalizimin e arsimit, raporti i progresit konstaton se niveli i shkrim-leximit digjital në Kosovë mbetet dukshëm nën standardet e BE-s dhe ende ekzistojnë mungesa në trajnimin e mësimdhënësve, lidhjen dhe qasjen në pajisje teknologjike. Për tekstet mësimore, raporti i BE-s përmend miratimin e teksteve të reja për lëndën e gjuhës shqipe dhe të matematikës për nxënësit e klasave 1 deri në 9. Raporti tregon se Kosova shpenzoi 447 milion euro në arsim, apo 94% të shumës së planifikuar, edhe pse thotë se financimi për arsimin publik ul në 4.7% nga viti 2023 në 2024.